Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Binjakëve. Do bëjmë leximin e radhës. Kemi këtu një lexim emocionalisht kogja të qartë me tekst të veprimet që personi duhet të ndërmarrë. Të dashur Binjakë, 10 të shkopive, jeni të mbi ngarkuar emocionalisht, mendërisht, ose edhe fizikisht. Keni marrë shumë mbi supe, ndoshta edhe përgjegjësi që nuk të përkasin. Çfarë duhet të bëni është koha të lëshosh, mos të mbash më gjithë barrën vetëm dhe duhet të dalloni çfarë është detyra juaj dhe çfarë nuk është, të dashur. Keni marrë më shumë se që takon, apo jeni në një barrë që më nuk duhet ta mbani. Mund të jetë dhe kjo. Të dashuruarit thotë zgjedhja duhet të bëhet, pra ku jeni, çfarë duhet të bëni, çfarë u takon juve, çfarë është detyrë juaja dhe çfarë nuk është, pse duhet ta mbani gjithë këtë barrë apo përgjegjësi vetëm. Dhe ja ku është zgjedhja. Një zgjedhje e rëndësishme për zemrën e dashurisë, një vendim që kërkon të zgjedhësh mes dy rrugëve të mëdha që do të ndikojnë në jetën tënde. Në vend se të jesh të lodhur fizikisht, emocionalisht, mendërisht, bëj atë që edhe pse lodhja do të jetë aty për diçka për veten e juaj, jo të bëni gjitha të mund dhe të ikën sikur s'keni bërë asgjë. Pra kërkon të zgjedhësh mes dy rrugëve të mëdha që ndikojnë në jetën tënde, këtë mos harroni. Si këshill në këtë letër mund të merrni që mos të bëni zgjedhje bazuar në frikë apo detyrim ndaj dikujt. Cila është zgjedhja që ju nderon juve, të dashur, si person. Kjo letër kërkon autenticitet, jo sakrifica të verbra. Pra, është koha të bëni atë ndarje apo atë zgjedhje. Kjo letër është forca apo guximi, strength, ka një butësi të thellë që po kërkon të shfaqet, por personi ka nevojë apo ju keni nevojë, të dashur Binjakë, për një durim me veten, për të trajtuar veten pak më shumë me dashuri se që keni bërë deri tani. Pra, mos lufto me veten, të dashur Binjak, për atë që ndjen. Forca e vërtet është në butësinë që ke ndaj vetes dhe sa e doni veten, jo në ashpërsinë ndaj gabimeve që bëjmë. Absolutisht të gjithë bëjmë gabime dhe ato të përditshme, por që e bukur e kësaj është mos ta dënojmë veten për ato gabime, ta duam gjithmonë, sido që të jemi, absolutisht, veten dhe të kujdesemi që ato të mos i përsërisim prap. 5 të shpatës, pra, është ky konflikti, çfarë të bëj këtë zgjedhë, barra e të tjetërkujt apo durimi në një lidhje që nuk ju jep asgjë, në një punë, në një situatë, sikur vetëm jo jeni vetëm duke dhënë, por jeni duke mbartur një barrë kogja të madhe që krijon një fakt konflikti, tensioni, ndjen se duhet të fitosh, por çmimi është aq i lartë, të dashur Binjakë, sa që nuk ja vlen barra që ranë. Ky është një paralajmërim për situata ku dikush kërkon të ketë të drejtë me çdo kusht dhe duke lënduar tjerët, absolutisht edhe veten e juaj apo veten e juaj. Largoju si këshill, të dashur Binjak, konfliktit që nuk të sjell paqe. Ndonjëherë fitoria më e madhe është të mos luash fare një lojë që të shkatron. Pra, gjithë këtë luftë për kë je duke e bërë, për çfarë je duke e bërë, kjo duhet një analizë para se të ndërmendni të bëni atë zgjedhjen e juaj. Të dashur Binjak, 7 të shkopive është rezistencë, qëndrim, mbrojtje e zgjedhjes së vetë përballë kritikave apo vështirësive. Personi pra duhet të bëjë një zgjedhje që të tjerët ndoshta nuk do ta kuptojnë, nuk do ta arsyetojnë, ose po përballet me sfida të jashtme që testojnë durimin dhe besimin e juaj, të dashur Binjak. Këshilla këtu është: mos dorëzo, mos u dorëzo. Ti ke të drejtë të qëndrosh për atë që ndjen dhe beson, edhe nëse nuk të kuptojnë të gjithë. Mbro kufit tuaj dhe qëndro pas asaj që beson
të dashur Binjak. Dhe si letër e fundit të dashur Binjak është ylli. Dhe këtë mund ta quaj në fund të këtij tuneli shërim, rikthim i besimit dhe i shpresës. Pavarësisht se ka dalë kjo letër, nëse ju nuk bëni këtë zgjidhje, nuk do ndryshoj as edhe gjë. Pra, të bëni zgjedhjen e asaj që është si në klapa, çfarë është më mirë për mua, dhe jo çfarë do ta pranojnë të tjerët. Pra, edhe pas gjithë kësaj lodhje, një dritë është duke ardhur, por duhet të besosh te ajo që nuk e sheh ende. Fillim i ri do vi, por jo nëse humb shpresën tani, por jo nëse nuk bën zgjedhjen tani, por jo nëse vazhdon të jesh ai apo ajo që ke qenë deri tani. Fillo të besosh sërish në veten tënde dhe të duash veten tënde dhe të zgjedhësh gjithmonë ta them absolutisht ne jeta është kompromis, duhet të bashkëpunojmë, duhet të bashkëjetojmë, duhet të bashkëveprojmë, por që përgjegjësitë më të mëdha jeni duke mbajtur ju. Pra, kjo zgjedhje e madhe që të kërkon të ndjekësh jo logjikën e frikës, por në dëshmërinë me veten e juaj. Duhet të japim aty ku vërtet dhe marrim, jo aty ku i hedhim dhe nuk duken çfarë u bë apo çfarë dha.